U kthyer në studio për të diskutuar në lidhje me çështjet e pagave në Kosovë, ku me mua në lidhje direkte është kryetari i sindikatave të pavarur të Kosovës, zotëri Jusuf Azemi. Zotëri Azemi, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodez. Me ndërqofshi. Zotëri Azemi, ne pam një njoftim t'juaj në lidhje me kërkesën që do të bëni për pagën minimale në vend, pra që të jetë 405 euro. A mund të na flisni më shumë rreth kësaj çështje? Realisht ne në pjesën më të madhe të institucioneve që kompanitë kryejnë shërbime për to kemi arrit këtë qëllim që paga e shumicës punëtorëve janë 405 euro bruto. Por ne sot kemi bërë një reagim ose më mirë themi në një njoftim për punëtorët teknik në Drenas, të cilët e kemi njoftuar drejtorin e arsimit të komunës së Drenasit dhe e kemi njoftuar inspektoratin e punës se kompania e cila kryen shërbime në shkollat e mesme në Drenas edhe sot e asaj dite i paguajnë punëtorët me pagën 237 euro neto. Përkundër asaj që ne kemi reflektuar dhe kemi tërhequr vërtetën, tani, si mas një llogarisë tonë që kemi bë këta punëtorë që nga tetori i vitit kaluar, ku paga minimale është 350 euro, deri më tani janë dëmtuar për 588 euro, që në kupton për çdo muaj këta krijojnë humbje për shkak të neglizhencës ose të papërgjegjësisë të drejtorit të arsimit të komunës së Drenasit dhe inspektoratit punës, sepse ne këtu përpara i kemi të dy shkresat të cilat i kemi dërguar dhe normal që janë të protokolluara dhe këto dy institucione edhe sot asaj dite spakut nuk kanë reflektuar që të fillojnë dhe të ndryshojnë këtë pagë, e cila është, po themi, jashtëzakonisht trishtuese, sepse kur dihet që tani për çdo ditë rritja e gjërave ushqimore pothuajse për çdo ditë ndryshon, tek ne kjo pagë me 237 euro është në kundërshtim me ligjin e pagës minimale dhe çka të themi më tutje. Edhe pse është në kundërshtim me ligjin për pagën minimale, pra këta punëtorë kanë vazhduar për kaq shumë kohë që të marrin këtë pagë. Po inspektoriati i punës asnjëherë nuk ka reaguar lidhje me këtë çështje ose nuk e kanë inspektuar ata punëtorë që punojnë atje. Ne kemi shpresuar që spakut pagat e muajit mars, pas gjithë këtyne reflektimeve tona, pas gjithë këtyne presioneve tona, spakut kemi menduar që paga e muajit mars të jetë spakut 350 euro, e cila është paga më minimale në Kosovë, por si mas gjitha gjasave, kjo nuk i ka po përshtypje dikuj, ndoshta inspektorati i punës mund të ndodhë që ndoshta e ka verifikuar këto që ka ne për e themi, por ne sot e rikonfirmuam edhe njerë sepse nuk kam besuar që edhe sot këta punëtorë do të paguan me një pagë, po themi qesharake, zhgënjyese 237 euro, dhe pikërisht këto vinë nga institucionet shtetënore dhe komunale, për cilat i ofert larg dinin që nga njerët nga gëzonim, po thëmë, në thojza me nga 100 euro. Dhe ato që qeveria e Kosovës ka marrë vendim përfundimtar që paga minimale nga një tetori tjetë minimumi 350 euro, këta edhe sot pas 6 muaj dite paguajnë me pagë 237 euro. A ka mizeri, ose a ka, po themi një farforme, gjendje mas klavëruese se sa kjo që po bëhet sot ndaj këtyne punëtore. Mirë, po ju keni qenë çdo herë zëj fuqishëm në lidhje me punëtorët e sektorit privat, që cilët janë ankuar çdo herë tek ju. Apo plotësohen çdo herë kërkesat që juve po adresoni parashtruar këtë çështje që tashmë është në proces? Po, kemi rezultatet tona, por megjithatë për rezultate flasmi shumë pak. Ne me të vërtetë kemi pasur vetëm në komunën e Prishtinës dhe tani në komunën e Drenasit me këto paga qesharake, derisa në komunën e Prishtinës është bën një përmirësim jo i duri, por megjithatë domethënë është konform pagës minimale. Këtu ne sot kemi njoftuar edhe opinionin edhe punëtorët
se nëse brenda një jave nuk na rikonfirmojnë, ose s'na konfirmojnë që paga tyre do t'jetë 450 euro, andaj punëtorët janë të përgatitur sepse ne kemi qenë ata të cilët e kemi shtyr deri sot me një qëllim që do të zgjidhet në zgjidhje dhe normal që ne do të futemi në grevë, normal që është mbështetje ligjore dhe ne nuk do të kryejmë më shërbime me këtë pagë 237 euro sepse këtë 237 euro për një deputet, për një pjesëtar të qeverisë të Kosovës, domethënë mund ndodhë që vetëm telefonat shpenzojnë nëse edhe diçka që nuk vlen të hyjë më thellë. Është mizeri nëse një punëtor sot paguhet me 237 euro. Sot paguhet. Po, kur parashini që të fillohet greva, me qenë se nuk pritet të zbatohet kjo marrëveshje që ju kërkoni? Ne edhe javën tjetër normal që do ta përcjellëm situatën, por normal që ne edhe gjatë javës tjetër do ta njoftojmë prapë inspektoratin e punës, do ta njoftojmë udhëheqjen ose drejtorin e drejtorisë të arsimit të drenasën, sepse ashtu na thotë edhe ligji dhe normal që nëse nuk kemi reagime, atëherë në fillim të javës, jo që po hym, për javës tjetër, normal që do të jemi në grevë. Zotëri Azemi, unë falemnderoj shumë që gjeti ko që t'jesh pjesë e Infodesë dhe të na sqarosh të gjitha të rejat që kanë të bëj me sindikatën e pavarur të sektorit privat të Kosovës. Gjithë mirat. Pra, patëm të lidhje direkte kryetarin e sindikatës së pavarur të sektorit privat, pra fatkesisht në Kosovë dhe vazhdon të mos funksionoj ligji i punës. Por neve do të qëndrojmë përsëri në Infode duke u lidhur me intervistën e radhës.